Mirë, jam në studio me Ardit Hoxhën, gazetari Euronews Albania. Ardit, mirë se erdhe. Do të flasim natyrisht për momentin e pritshëm ditës nesërme për protestën, po do doja të dija a ndjehej në PD sot te krau i opozitës fakti i ndryshimeve në qeveri ditën e djeshme nga kryeministri Rama. Një elaborim mund ta bëjmë për emrat më tej, po dua të di si ishte qasja në PD. Po nuk është se kishte ndonjë, po themi, atmosferë apo ndonjë energji të dallueshme nga ditët e mëparshme apo nga dita e djeshme ku nuk kishte ndodhur ky shkarkim. Kjo për shkak ndoshta edhe sepse kishte një lloj pritshmërie brenda Partisë Demokratike që të paktën për zonjën Balluku të shkarkimi të vinte për vetë ngarkesën politike dhe publike që ajo kishte marrë që nga momenti kur SPAK-u ngriti akuzën dhe kërkoi po dhe bëri pretencat fillimisht për ta pezulluar, më pas edhe për leje për të hequr imunitetin. Kështu që në thënë këtë nuk kishte ndonjë, po themi, energji të veçantë. Sigurisht në biseda dhe në komunikime që unë kam mundur të kem gjatë mbrëmjes së djeshme, por edhe ditën e sotme me zyrtarë dhe funksionarë të Partisë Demokratike, ndoshta habia vetme që ka prodhuar ka qenë përfshirja në këtë valë shkarkimesh edhe zonjës Spiropali. Veçoj zonjës Spiropali dhe nuk veçoj zotin Vëngu për shkak edhe të vetë valencës politike që përfaqësojnë të dy. Sigurisht zoti Vëngu gjatë 2 apo 3 vitet e fundit ishte një yll në ngjitje në Partinë Socialiste, kështu të paktën cilësohej, por naturalisht nuk mund të krahasohet me peshën që ka zonja Spiropali, e cila është ndër të paktat, po themi, që ka bërë dhe opozit. Në mesin atyre që ishin ministra, po themi, nuk di tani, po të bëjmë një listë të ministrave aktual të kabinetit Rama, nëse ka nga ata që kanë qenë në epokën kur Partia Socialiste ka qenë parti opozitare. Kështu që kjo ja shtonte. E rinisë eurosocialiste, absolutisht, drejtuese politike në disa qarqe. E grevës Uris që u bë atëherë hap kutit ose largohu, më pas drejtuese Doganës, më pas krah i djathtë në Partinë Socialiste, kujtojmë që drejtoi në Shkodër, ktheu Shkodrën, madje kishte një falënderim të veçantë Elisa që hapi dyert që sapeshin, apo jo? Që u bë kur u bë me pesh, pra. Tubimi fitores. Pra do të thënë duhet të kuptojmë që ishte edhe ndoshta e fundit e mohikanëve me një CV. Kjo unë s'do të cilësoj ashtu sepse në qeverisje flas.